Kryeprokurori qytetëror Lupço Koceski do t'i jepet edhe një shans dhe nuk do të shkarkohet nga detyra, të paktën jo tani për tani. Kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi sot se procedura për shkarkimin e Kocevskit, e cila në shkurt të këtij viti u inicua nga qeveria, do të mbetet në fazën në të cilën gjendet momentalisht për shkak të tragjedisë në Koçan, e cila po hetohet nga 11 prokuror. Mickoski tha se prokurorëve që punojnë në këtë rast duhet u jepet shans të bëjnë punën e tyre. No isto taka javnost e čestitev. Por gjithashtu publiku është i ndjeshëm edhe në disa raste nga e kaluara. Duhet të shohim, të presim, nëse Prokuroria Publike ka ambicia të konstatojë disa paregullsi nga e kaluara dhe nëse ndoshta mund të rishikojë ato raste dhe të shohim nëse me të vërtetë jemi të gjithë për drejtësi apo ajo drejtësi duhet të jetë selektive. Të shohim nëse me të vërtetë ajo drejtësi ndonjëherë është marrë apo ka qenë selektive. Qeveria në mbledhjen e 25 shkurtit e miratoi propozimin për shkarkimin e prokurorit publik Lupço Kocevskit dhe pas përfundimit të procedurave qeveritare, ai u dërgua Këshillit të Prokurorëve Publik në fillim të muajit mars. Propozimin për shkarkimin e tij Kocevski e ka marrë më 6 mars, 10 ditë para se të ndodhte tragjedia në Koçan. Ndërkohë, ai është dashur të jap mendimin e tij për propozimin për shkarkimin, ndërsa Këshilli i Prokurorëve Publik është dashur të jap mendim brenda 15 ditëve. Kocevski, duke komentuar iniciativën për shkarkimin e tij, tha se nuk ekziston bazë që vërteton shkelje të rënd disiplinore. Deri tani qeveria nuk e ka publikuar përmbajtjen e propozimit për shkarkimin e Kocevskit, por nga ajo që është e njohur në propozimin që përgatiti Ministria e Drejtësisë, thuhet se prokurori publik republikan ka vepruar në disa lëndë në të cilat sipas dispozitave ligjore ka pasur rrethana që kanë ngritur dyshime për paanshmërinë e tij, si dhe ka pasur konflikt interesi.